Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar shikues, ja ku po takohemi sërish me artin e mirësjelljes. S'ka dyshim se ky udhtim i yni së bashku ka filluar të bëhet shumë i këndshëm. Si të mos jetë i ktill kur vërtet të kuptuarit e këtyre parametrave, të kuptuarit e këtyre kritereve, rregullave dhe detajeve të mirësjelljes, jetës son i dhuron gjithsesi kënaqësi, pasi që paraprakisht t'i ketë dhënë asaj një kuptim shumë interesant. Në formën dhe mënyrën më të mirë të praktikimit të këtyre mësimeve, ne do të bëhemi shumë të dashur me sjelljen tonë dhe njëkohësisht, derisa akoma jemi gjallë, do të lëjmë gjurmë në rrethin ku kemi jetuar dhe ato gjurmë do të jenë deponimi ynë më i mirë që edhe pasi të kemi vdekur, edhe pasi të kemi kaluar në botën e përtejme, njerëzit ende dhe në vazhdimsi do të na përmendin për të mirë. Sot do të bëjmë fjalë për karakteristikat kryesore të sistemit dhe programit islam të edukimit, gjithashtu edhe të kodeksit të mirësjelljes. S'ka dyshim se islami si tërësi është i përbër edhe identifikohet me disa karakteristika dhe shenja mbrojtëse dhe shenja identifikuese nëpërmjet cilave ai identifikohet. Kësaj i nënshtrohet edhe kodeksi etik islam dhe metodologjia islame e edukimit. Karakteristikat e islamit dhe karakteristikat e metodologjisë islame të edukimit janë të shumta. Ne me ndihmën dhe lejen e Zotit fuqiplot sot do t'i përmendim disa prej tyre. Karakteristikë kryesore dhe fillestare është se kjo metodologji e edukimit dhe ky kodeks i mirësjelljes ka burim hyjnor, që do të thotë se nuk është rezultat dhe pasojë e tentativave të njerëzve, ujdive të ndryshme që ata rastësisht ose spontanisht mund të kenë rënë në to, mirë po fillim edhe fund kjo buron prej shpalljes për arsye se sikurse e kemi të njohur, Islami është ajo tërësia e pandashme e cila në vete ngërthen besimin dhe bindjet, adhurimin, nënshtrimin dhe ritualet si pjesë e dytë dhe kodeksin e mirësjelljes si pjesë e tretë. Dhe në asnjë moment nuk mund të vrehet kufiri apo vija ndarse në mes tyre. Kësaj të trija këto pjesë i nënshtrohen të njëjtës karakteristikë të përbashkët, e ajo është se kanë burim hyjnor. Do të thotë Islami si tërësi ka ardhur me shpallje dhe kësaj i referohen edhe rregullat e mirësjelljes. Duke pas parasysh se te rregullat e mirësjelljes kemi të bëjmë me dy lloje kryesore, apo më mirë të themi dy nënlloje kryesore të këtyre rregullave dhe etikave, e ato janë ato të cilat fillimisht Islami i ka përshkruar dhe i ka caktuar, ato të cilat fillimisht pasi që më parë nuk kanë ekzistuar, janë shpallur dhe janë promovuar nga Islami, dhe një tërësi tjetër janë ato të cilat kanë qenë ekzistente edhe më parë, Islami pastaj i ka miratuar dhe ka nxitur që ato të kultivohen edhe më tepër, duke bërë renditjen, sistemimin e tyre akoma më mirë se kanë qenë dhe njëkohësisht duke nxitur që ato të kultivohen edhe më tepër. Kjo karakteristikë është njëkohësisht edhe përparësi e këtij kodeksi edhe e kësaj metodologjie të edukimit, për arsye se ajo që vije prej Allahut, ajo që vije prej krijuesit të gjithësisë, respektivisht ajo që vije nëpërmjet shpalljes, ajo është e garantuar se gjithsesi është e qelluar, por njëkohësisht është e garantuar se ajo do të mbetet në atë formë e pandryshuar, nga se Allahu fuqiplot i cilësuar me dijen e tij gjithëpërfshirëse
e kemi parasysh se i ka ditur të gjitha gjërat dhe i din ato, dhe derisa e kemi parasysh një gjë të tillë, atëherë bindemi se ajo që Allahu ka parapa, qoftë edhe në rregullat më të thjeshta që neve na duken se janë të thjeshta të mirësjelljes, ajo do e mos duhet të jetë më e mira, më e dobishmja dhe njëkohësisht më lehtë e praktikueshme për të gjithë njerëzit, pavarësisht kohës, vendit apo rrethanave dhe situatave në të cilat ata ndodhen. Karakteristikë tjetër e metodologjisë islame të edukimit dhe kodeksit të mirësjelljes islame është se ato kanë synimin e adhurimit, respektivisht objektivi i cili synohet të arrihet dhe të realizohet nëpërmjet aplikimit të këtyre rregullave të mirësjelljes dhe aplikimit të kësaj edukate është fund e krye, synim dhe objektiv që synohet të adhurohet Allahu, të shprehet dhe manifestohet në nshtrimi dhe përulja, dëgjueshmëria dhe respekti ndaj tij me të gjitha ato sjellje. Zatën, kjo është një karakteristikë shumë e veçantë, është njëkohësisht edhe një përparësi shumë e madhe, për arsye se këtu buron energjia e pashtershme e mirësjelljes islame, nga se njeriu në çdo kohë dhe në çdo moment është i stimuluar që të sillet mirë, duke e pas parasysh se ai për çdo sjellje, qoftë ajo madje edhe një buzëqeshje e vogël, qoftë ajo madje edhe një gest sado i pavërejtur nga ana e njerëzve, për të pret të shpërblehet, qoftë në këtë botë apo gjithsesi në botën tjetër. Edukata islame nuk është fasadë e jashtme e cila shlyhet sapo ta gryejmë pak. Ajo është një tërësi sjelljesh, gjestesh, veprash, madje edhe virtytesh, të cilat depërtojnë prej formës së jashtme deri në thellësinë e shpirtit të njeriut. Në të vërtetë, ato burojnë nga thellësia e shpirtit të njeriut edhe manifestohen pastaj në formën e jashtme. Vetmohimi e shtyn njeriun deri në atë mas sa që të lirohet prej ndikimeve të posaçërisht të emocioneve të tij. Kur e kemi parasysh se ndikimi i natyrës emocionale të njeriut është i pashmangshëm, është i pakontestueshëm. Në shumë raste, askush prej neve ndoshta nuk mund të lirohet prej atij ndikimi. Mirë po, Islami e edukon individin, Islami e edukon idhtarin, pjesëtarin e vet deri në atë mas sa që ai arrin që me kalimin e kohës edhe duke kaluar fazat trajnuese në këtë sistem edukimi, që ai të lirohet prej ndikimit të emocioneve të tij. Deri në një mas të lartë, në një distancë shumë të madhe, vetmohimi dhe lirimi prej anëve të errta dhe negative të natyrshmërisë së vet, saqë njeriu arrin të bëhet i drejtë edhe korrekt edhe me armikun e vet, edhe në ato raste kur ai ka mundësi të hakmiret. Lidhur me këtë, Allahu i madhruar promovon një vlerë, promovon një virtyt i cili mes tjerash është edhe krenari e islamit, është edhe krenari e atij njeriu i cili arrin të pajiset me këtë virtyt. Allahu i madhruar thot: "I'dilu huwa aqrabu lit-taqwa." Bëhuni të drejtë, kjo është më afër devotshmërisë. Dhe drejtësia e kërkuar në këtë citat kuranor kuptohet prej kontekstit se nuk ka të bëjë me drejtësi të përgjithshme, ka të bëjë me një drejtësi e cila është shumë e veçantë, për arsye se edhe rasti, edhe situata në të cilat kërkohet kjo drejtësi është gjithashtu e veçantë dhe specifike. Fjala është kur dikush sillet në mënyrë armiqësore ndaj neve, kur dikush na provokon, kur dikush bën gjeste edhe vepra të këqija dhe dëmtuese për neve dhe ne pastaj kemi mundësi që të ndërmarrim diçka për ta penguar atë apo për t'ju revanshuar atij, dhe në këtë rast vjen shprehje virtyti islam, që edhe në kohën, edhe në momentin, edhe në situatën kur është e mundshme hakmarrja ose revanshi, drejtësia duhet të jetë motoja e muslimanit. Drejtësia duhet të jetë udhërrëfyesi dhe udhëheqësi i muslimanit dhe në asnjë mënyrë nuk bën që ai të veprojë ndryshe. Karakteristikë tjetër e sistemit edukues islam dhe kodeksit etik dhe të mirësjelljes islame është se ajo njëkohësisht është ideale, por është edhe reale. Kur them është ideale, këtë e kemi të qartë prej vetë faktit se
vije buron prej shpalljes. Do të thotë e ka parapar të gjitha këto rregulla i ka parapar i gjithdijshmi. Të gjitha këto rregulla i ka praktikuar njeriu i cili ka qenë i garantuar prej gabimeve, ai i cili ka qenë vazhdimisht i udhëhequr prej shpalljes, ai i cili gjithnjë ka qenë nën mëshirën e Allahut për kujdesin e tij dhe udhëzimin e tij, e ai është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kur i kemi parasysh këto dy gjëra kryesore, teoria e garantuar se do të jetë e qelluar nga se vije prej Allahut. Praktika e garantuar se është e pagabueshme nga se vije prej njeriu i cili me të vërtet ka qenë edhe vazhdon të mbetet shembulltyr e gjallë për njerëzimin. Dhe kjo tregon se një sistem i këtill vlerash, një program i këtill i edukimit, një kodeks i këtill i mirësjelljes, s'ka dyshim se është ideal dhe është i patmeta. Mirë po, ne në jetën tonë shpesh herë hasim kur kërkojmë gjëra ideale, ato në shumtën e rasteve apo ndoshta në të gjitha rastet mund të jenë jo reale. Do të thotë kërkosh idealen, duhet ta sakrifikosh realen, të lirohesh prej reales. Në rastin e kodeksit etik islam, në rastin e mirësjelljes islame, ajo i ka bashkuar të dyja. Është edhe ideale, por njëkohësisht është edhe reale, për arsye se ka mundësi që të aplikohet në jetën e njeriut. Muslimani në të gjitha veprimet e tij duhet ta synojë të përkryerën, e cila në esencë është e paarritshme. Mirë po fakti se përsosmëria është e paarritshme nuk e bën atë të pakërkuar, nuk e bën atë që njeriu të heqë dorë nga tentativa për ta arritur atë. Nga se edhe pse e synon të paarriturën, njeriu i cili është me vullnet të fortë, njeriu i cili është i gatshëm që të hecë përpara, që të sakrifikoj, ai do të ketë mundësi që të arrijë edhe të kaloj distanca të ndryshme. Normal, Allahu i madhruar, edhe pse parimisht na ka obliguar që ta synojmë të përkryerën e paarritshme, gjithashtu kanë ardhur në shprehje edhe mundësitë tona. Allahu i madhruar lidhur me këtë thot: "Fattaqullaha mastata'tum." Allahun keni frikë edhe respekt. Ruajuni dhe respektojini kufijtë e tij, qofshin ato në aspektin e urdhresave apo të ndalesave, aq sa keni mundësi. Ndërsa në tjetër ajet Allahu i madhruar thot: "La yukellifullahu nafsan illa wus'aha." Dhe kjo është një vlerë, është një karakteristikë me të cilën padyshim se mburret Islami, për arsye se kjo është një përparësi e madhe e Islamit. Kuptimi i ajetit të dytë të cituar është: Allahu nuk e obligon e as nuk e ngarkon asnjërin për te mundësive të tij. Mirë po, fjala wus'aha ka të bëj me mundësitë maksimale e asesi me ato minimale. Do të thotë, ne për të liruar nga përgjegjësia në çfarëdo aspekti, do të japim maksimumin e mundit ton, e pastaj të themi: o Zoti ynë, të themi me gjuhën, me fjalët e gjuhës son, apo të themi me gjuhën e gjendjes dhe veprave tona, të themi: o Zoti ynë, kjo ishte mundësia jonë dhe ne nuk patëm mundësi që ta tejkalojmë këtë kufi. Kjo i referohet mangësive edhe aftësive tona të kufizuara. Ajo që ka mbetet për te kësaj është pjesa në cilën ti do ta pranosh veprën tonë, do ta bekosh atë dhe do të shpërblesh për te. Karakteristikë vijuese e kodeksit etik dhe të mirësjelljes islame është se ajo është gjithëpërfshirëse. Në të vërtetë, kjo është karakteristike e përgjithshme e Islamit, për arsye se Islami gjithashtu është sistem gjithëpërfshirës, program gjithëpërfshirës i jetës. Nuk kalon asgjë prej jetës së njeriu anash, nuk kalon asgjë prej problemeve, pyetjeve, dilemave me të cilat ballafaqohet njeriu në jetën e tij, e që Islami të mos ketë ofruar zgjidhje dhe përgjigje për ato pyetje dhe dilema. Kësaj është edhe mirësjellja islame. Nuk ka asnjë aspekt që mund ta paramendoj njeriu. Nuk ka asnjë situatë në të cilën njeriu mund të gjendet, e në të cilën rrugdalja e vetme është etika, mirësjellja ose bontoni, e që Islami paraprakisht të mos ketë ofruar teori edhe praktik, të mos ketë ofruar udhëzim edhe mësim, po madje edhe mënyrën se si të zbërthehen ato mësime praktikisht lidhur me ato sjellje. Kësaj e hasim këtë kodeks se i ka rregulluar deri në detajet më të imta raportet që duhet t'i ketë njeriu me Zotin. Pastaj i ka rregulluar deri në detajet më të imta raportet që duhet t'i ketë njeriu
me njeriu. Edhe kur themi njeriu me njeriu, te njeriu përball meje, te njeriu përball teje, mund të qëndroj secili njeri. Ai të cilin e ke farefis, ai të cilin e ke të afërt, ai të cilin e njeh. Në anën tjetër, ai të cilin nuk e ke farefis, nuk e ke të afërt, nuk e njeh. Madje ai mund të mos jetë dashamir i yti, ai mund të jetë kundërshtar i yti, ai mund të jetë rival, ai mund të jetë armik. Megjithatë, për çdo njërin prej tyre, Islami ka parapa edhe ka caktuar rregulla adekuate, rregulla përkatëse të mirësjelljes, të cilave nëse njeriu u përmbahet, atëherë s'ka dyshim se ajo do të jetë sjellja më e mirë prej tij, por në anën tjetër edhe në asnjë moment nuk do të ketë hapësirë që të çortohet apo të kritikohet prej të tjerëve. Gjithashtu, Islami i ka parapa edhe rregullat e mirësjelljes me krijesa të tjera, jo vetëm me njerëzit. Në emisionin e kaluar kemi përmendur shembuj se si janë sjellur njerëzit e parë dikush nga gjeneratat e kaluara me qenin, me macën, me kështu me radhë, edhe cilat kanë qenë rezultatet apo pasojat e sjelljes së mirë apo çndrimeve të këqija ndaj këtyre krijesave të Allahut fuqiplot. Gjithashtu, kodeksi etik islam dhe sistemi i përgjithshëm i vlerave dhe i mirësjelljes e mëson njeriu si të sillet në rrethana edhe në ambiente të ndryshme, si do të sillet individi kur është në shtëpinë e tij me familjarët e tij, të cilët do e mos kanë më tepër zemërgjerësi për ta pranuar atë me gjithë tmetat që i ka, me gjithë të mirat edhe të pahishmet që mund të burojnë prej tij. Por Islami e mëson se si të sillet edhe në rrugë, si të sillet në xhami, si të sillet në vendin e punës, si të sillet në vendin ku mëson ose studion edhe kështu me radhë. Gjithashtu janë edhe dy aspekte shumë të rëndësishme që e përbëjnë sjelljen dhe mirësjelljen e njeriu. Ajo është fakti kur njeriu është vetëm edhe kur njeriu është në publik. Edhe këto i ka parapa Islami me kodeksin e mirësjelljes. Gjithashtu është aspekt tjetër i pamohueshëm, gjendja duale. Ajo është kur njeriu është në paqë ose kur është në luftë. Korrektësia, drejtësia, humanizmi janë cilësi edhe virtyte të cilat muslimani duhet t'i ketë vazhdimisht pranë vetës. Me to gjithnjë duhet të jetë i pajisur, pavarësisht se është në gjendje të fortë edhe të epërsisë dhe avantazhit apo është në gjendje të dobët. Pavarësisht është në gjendje të mirëqenies dhe rahatisë apo është në gjendje të sprovave të ndryshme të luftës, të konflikteve e kështu me radhë. Karakteristikë në vijim është edhe stabiliteti dhe qëndrueshmëria e këtyre virtyteve, stabiliteti dhe qëndrueshmëria e këtyre rregullave të mirësjelljes. Qëndrueshmëri do të thotë se muslimani sillet njëjtë si me të dobëtit, si me të fortit. Respektivisht, sjellja e mirë e muslimanit nuk rrjedh prej tij si pasojë e faktit se përballë vetes e ka një njeri të fortë, e ka një njeri me autoritet, e ka një njeri me pushtet. Jo, ai nuk e ka parasysh absolutisht se kënd e ka para vetes. Ai paraprakisht e ka parasysh se kush është vet, cilat janë ato parimet cilat ai i mban në zemrën e tij, me cilat e ka ushqyer shpirtin e tij, e ka edukuar atë dhe prej atyre parimeve pastaj edhe buron e rrjedh sjellja dhe mirësjellja e tij. Kësaj e hasim muslimanin të sillet njëjtë si me të dobtin, si me të fortin, si me të pasurin, si me të varfrin, si me pushtetarin, me atë që është në pushtet, si me atë që është njeri i thjesht. Dhe kjo në të vërtetë është karakteristik, po njëkohësisht është edhe vlerë. Pastaj Islami e mëson muslimanin që të sillet njëjtë, sikur kur është në vështirësi, sikur kur është në mirëqenie. Ai gjithnjë do të jetë bujar edhe solidar pavarësisht gjendjes së tij ekonomike dhe sociale. Madje Islami ka promovuar vlerat të atilla saqë i ka nxitur njerëzit që ata të jenë bujar edhe solidar edhe në kohën kur ndoshta vet kanë nevojë për disa gjëra. Madje virtyti i altruizmit nuk e hasim të definuar edhe të promovuar edhe të stimuluar sikurse e hasim tek rregullat islame të mirësjelljes. Edhe në aspektin emocional, Islami ka treguar se muslimani sillet njëjtë sikurse kur është i hidhruar, ashtu edhe kur është në gjendje emocionale stabile. Po e përmendi një shembull. Njëherë
një prej shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i quajtur Abdullah ibn Amr ibn al-As. Ai ka shkruar të gjitha hadithet, të gjitha fjalët edhe udhëzimet dhe shpjegimet që i ka dëgjuar prej Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pas një kohë kanë ardhur disa njerëz dhe i kanë thënë, si po i shkruan të gjithat ato që po i ndëgjon prej të dërguarit, kur e ki parasysh se i dërguari i Allahut është në gjendje të ndryshme emocionale. Nganjëherë flet duke qenë i qetë, nganjëherë flet duke qenë i hidhruar. Dhe ai ka përfunduar, respektivisht është ndaluar së shkruari. Ka ardhur edhe e ka cekur këtë gjë tek i dërguari i Allahut dhe i ka thonë, o i dërguari i Allahut, unë shkruaj çdo gjë prej teje, por disa njerëz më thanë të mos shkruaj për arsye se ti flet kur je i qetë, i disponuar, edhe flet kur je i hidhruar. I dërguari i Allahut i tha, o Abdullah, shkruaj se pasha atë në dorën e cilit është shpirti im, prej kësaj goje, pavarësisht gjendjes time emocionale, a jam i disponuar apo i hidhruar, nuk del përveç se e vërteta. Ky është muslimani, edhe kjo është sjellja e muslimanit. I hidhruar apo i disponuar, gjithnjë duhet ta flas të vërtetën. Në anën tjetër, e vërteta është në favorin tim apo është në favorin e kundërshtarit tim, prap unë duhet, nëse e njoh atë, duhet ta çes në shesh edhe të mos e fshehi për asnjë moment. Kjo është gjithanshmëria edhe gjithëpërfshirja e kodeksit etik islam, për arsye se e vërteta mbetet e vërtet, pavarësisht a është në favorin tim apo në favorin e tjetrit. Burimi i kësaj qëndrueshmërie qëndron në faktin se kjo mirësjellje nuk është thjesht një bonton, nuk është thjesht një etik pas të cilës nuk qëndron ndonjë rezultat madhor. Pas kësaj mirësjellje qëndron ibadeti. Edhe ky fakt se kjo mirësjellje është ibadet dhe nëpërmjet kësaj ne tentojmë edhe orvatemi në vazhdimsi që të jemi më afër Allahut, më afër mëshirës së Tij, më afër shpërblimit dhe kënaqësisë së Tij, të jemi më afër xhenetit, kjo e bën këtë mirësjellje më të qëndrueshme. Gjithashtu, qëndrueshmëria e kësaj mirësjellje qëndron edhe fshihet edhe në faktin se ky kodeks i mirësjelljes, ky sistem i vlerave i ka përfshirë në vetën e vet të tri aspektet, atë kohor, atë hapsinor dhe atë rrethanor. Do të thotë, pavarësisht kohës, rregullat mbeten rregulla. Pavarësisht vendit, edukata mbetet edukat. Pavarësisht rrethanave, mirësjellja mbetet mirësjellje dhe ato nuk ndryshojnë ashtu sikurse nuk ka ndryshuar për gati 15 shekuj të islamit. Sa ekziston ai, nuk do të ndryshojnë edhe më tutje. Karakteristikë dhe përparësi tjetër e këtij kodeksi është baraspesha apo balansi. Dhe kjo me të vërtetë është prej mrekullive të islamit. Islami në promovimin e vlerave dhe promovimin e lidhjeve që i ka njeriu me rrethin, respektivisht që i ka njeriu me të tjerët, përfshi këtu edhe Zotin, krijuesin e gjithësisë, e ka vendosur një baraspesh të mrekullueshme. Edhe kjo baraspesh manifestohet dhe vjen shprehje edhe kur flasim për etikën dhe kodeksin e mirësjelljes islame. Kësaj, nëse kemi të bëjmë me promovimin e virtyteve, sikurse janë trimëria, heroizmi, burria, qëndrueshmëria e kështu me radhë, sikur këto të ishin të zhveshura prej anës së kundërt të këtyre virtyteve, që gjithashtu janë virtyte, të shikuara pozitivisht, sikurse është për shembull zemërgjerësia dhe toleranca. Sikur njerëzit për shembull, sikur Islami të prodhonte vetëm burra, trima, sy pa trembur, po njëkohësisht mos promovonte gjithashtu edhe tolerancë, zemërgjerësi, falje e kështu me radhë, atëherë këtu do të humbej baraspesha. Edhe do të hasnim në trima edhe të guximshëm, por që nuk janë në gjendje të tolerojnë aty ku duhet, nuk janë në gjendje të falin aty ku është më smiri, nuk kanë zemërgjerësi që ta pranojnë tjetrin edhe nëse ka bërë gabim ndaj tyne, dhe Islami i promovon të dy këto anë të mirësisë, të dy këto aspekte të burërisë edhe të dy këto pole të mirësjelljes. Gjithashtu e kemi edhe bujarin dhe kursimin. Islami nxit që muslimani të jetë bujar.
edhe bujaria, dorëlirësia është një prej virtyteve shumë të çmueshme. Dhe atë, sikurse e thash më herët, e promovon Islami pavarësisht gjendjes së personit. Është në gjendje të mirë materiale, duhet të jetë bujar, po edhe kur është në vështirësi, duhet të jetë bujar. Por në anën tjetër, gjithashtu duhet të jetë edhe kjo bujari, edhe kjo dorëlirësi të jetë me maturi, edhe të jetë me kursim në situata të caktuara. Është sinqeriteti dhe mirësjellja, balansin mes këtyre dyjave, ose dëlirësia dhe respekti. Nganjëherë njeriu, të them, ai që është më i vogël, ai që është me më pak autoritet, ai që është në pozitë më të ulët, mund të shohë një tëmet tek ai që është në pozitë më të lartë. Por kjo nuk do të thotë do e mos se ai duhet të zhvishet nga çdo respekt, duhet të zhvishet nga çdo sjellje e edukuar dhe e gdhendur, edhe t'ia thot në sy me pretekstin se unë nuk e kam frikën e askujt, unë të vërtetën e them si të vërtet, ashtu sikurse e shoh edhe e ndjej, edhe ia them çdo njerit, qoftaj babai im, qoftaj i vjetri, qoftaj mësuesi, qoftaj hoxha e kështu me radhë. Gjatë që një gjë e tillë do të ishte kësaj sikur Islami t'i jepte përparësi dhe të promovonte vetëm dëlirësi, ose vetëm të folurit e vërtetës, ose vetëm sinqeritet, ndërsa të mohonte dhe të anashkalonte edukatën, mirësjelljen, respektin ndaj të vjetërve, ndaj të moshuarve e kështu me radhë. Gjithashtu është edhe raporti i mrekullueshëm në mes të krenarisë dhe modestisë. Muslimani duhet të jetë krenar me çdo gjë që ka, edhe në çdo gjendje dhe situatë që është, ai duhet të jetë krenar, për arsye se krenaria nuk e lejon atë që të shkilet, nuk e lejon atë që ti në përkambet identiteti edhe dinjiteti. Megjithatë, kjo krenari i ka kufit e vet. I ka kufit e poshtëm edhe i ka kufit e sipërm. Kur të i kalohet kufiri i sipërm i krenaris, ajo kalon në arrogancë, ndërsa kufini i poshtëm i krenaris është aty ku fillon modestia. Edhe ajo modesti pastaj e ka kufinin akoma më të poshtëm, ku nuk do të i kalohet për arsye se kalon në dobësi. Karakteristikë tjetër e sistemit islam të edukimit është se arrihet me mund dhe me edukim. Arrihet, do të thotë, e kemi parasysh se disa virtyte janë të lindura, janë të natyrshme, njeriu lind me to, mirë po disa të tjera mund të përfitohen. Lidhur me këtë, thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ومن يستعفف يعفه الله ومن يتصبر يصبره الله. Ai i cili orvatet, investon, mundohet të bëhet i moralshëm edhe i ndershëm, Allahu do ta bëjë të ktill. Dhe ai i cili mundohet që të bëhet i durueshëm, Allahu do t'i dhurojë durim. Karakteristikë tjetër është se këto rregulla mësohen me shembulltyr, dhe shembulltyra është ajo të cilën Islami ka nxitur në te. Njerëzit e mirë duhet të japin shembull për të tjerët. Njeriu gjithnjë duhet të orvatet, të shoqërohet me më të mirë se vet, nga se prej tyre do të përfitoj. Allahu i madhruar lidhur me këtë thot: Ulaika alladhina hadahumullah fa bihudahum iqtadi. Këta janë ata të cilët Allahu i ka udhëzuar, andaj mundohu edhe ti që të përudhesh me udhëzimin e tyre. A thua vallë, a arrihen të gjitha vlerat e moralit islam për një herë? Apo vije në shprehje gradualiteti? A janë të gjitha veprat të njëjta në rëndësi, apo ka disa prej tyre që janë më të rëndësishme e disa më pak të rëndësishme? Si u zotua i dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam se do t'i masakroj 70 mushrik për shkak se ata ja masakruan Axhën, Hamzën, Allahu qoftë i kënaqur me te. Pse nuk e bëri një gjë të tillë? Përgjigjet për këto pyetje edhe për të tjera do t'i hasim në pjesën e dytë të emisionit. Do të kthehemi pas një pushimi të shkurtër, andaj qëndroni me ne. أشرف الأعراب والعجم خير من يمشي على قدمه باسط المعروف جامعة صاحب الإحسان والكرم تاج رسل الله قاطبة
nderuar shikues, ja ku jemi sërish së bashku. Karakteristikat e mirësjelljes islame me të vërtetë janë të shumta, janë të lloj-llojshme dhe ndoshta çdo njëra prej tyre meriton një emision të veçantë apo edhe më tepër. Islami në vetvete është i mrekullueshëm dhe e këtill është edhe mirësjellja islame. Këto virtyte edhe kjo mjeshtri e mirësjelljes s'ka dyshim se e ka masën e vet, e ka pjesën e vet e cila është e lindur, por mbetet edhe pjesa tjetër e cila mund të përfitohet, e cila mund të mësohet, në të cilën njeriu mund të adaptohet. Përndryshe e kemi kuptuar të vërtetën e pamohueshme se sikur njeriu të ishte i pandryshueshëm në sjelljet e tij, në gjestet e tij, në natyrën e tij, atëherë do të ishte e kotë që prej tij të kërkohet që të ndryshojë, dhe një gjë të tillë Allahu i madhruar asesi nuk e ka bërë. Do të thotë nuk ka bërë gjëra të kota, përderisa ai ka kërkuar për njerëzve që ata të ndryshojnë, atëherë s'ka dyshim se kjo është e mundur. Arrihet me trajnim, arrihet me vet edukim, arrihet me procesin i cili mund të jetë i gjatë, mund të jetë i mundimshëm të gëdhendjes, dëlirjes, vet edukimit e kështu me radhë. Rol të rëndësishëm krahas kësaj padyshim ka edhe shëmbëltyra, ka edhe modeli, ajo që njeriu e bën duke i pa të tjerët, ajo që njeriu e mëson dhe ndikohet prej të tjerëve. Për këtë arsye është kërkesë shumë e fuqishme islame që njeriu të zgjedh prej atyre me të cilët shoqërohet, të zgjedh që ata të jenë shok dhe njerëz të mirë, për arsye se prej tyre do e mos përfiton. Ndërsa në aspektin e modelit e kemi modelin dhe shëmbëltyrën ideale tek i zgjedhuri dhe i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, për cilin thot Allahu fuqiplot: "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir wa dhakara Allaha kathira." Ju keni në të dërguarin e Allahut shëmbëltyrën më të mirë, dhe kjo është për ata të cilët e besojnë Allahun dhe ditën e fundit dhe Allahun e përmendin dhe e përkujtojnë shumë. Karakteristikë tjetër e mirësjelljes islame është marrja parasysh e faktorit të gradualitetit. Nëse i bëjmë një vështrim historik shpalljes së islamit, do ta shohim se ai është shpallja që i ka ardhur Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ka zgjat në një periudhë afro 23 vjeçare. Gjatë asaj kohe janë shpallur ajete të cilat kanë folur për besim edhe për bindje. Janë shpallur ajete dhe kaptina, të cilat më vonë kanë folur për dispozita, për rregulla, për halal, për haram. Janë shpallur ajete të cilat kanë folur për mirësjellje, për çndrime të ndryshme. Janë shpallur ajete që kanë folur për të kaluarën, ajete që e kanë paralajmëruar të ardhmen dhe ndodhit e saj. Kësaj e vrejmë se të gjitha ato ajete, i gjithë ky Kur'an, e gjithë kjo fe nuk është shpallur dhe nuk është caktuar për një herë. Ajo ka ndodhur për 23 vite. Prej kësaj e marrim një mësim të përgjithshëm që është i madh dhe i rëndësishëm. Ajo është rëndësia e gradualitetit. Sikurse e përmend zonja Aisha radhiyallahu anha, bashkëshortja e të dërguarit të Allahut, Allahu qoftë i kënaqur me te, e përmend situatën dhe rrethanat në cilat kanë zbrit ajetet. Thot në fillim ajetet flisnin për xhennetin dhe xhehenemin, në kohën kur njerëzit ishin të zhytur në ignorancë. Sikur të thuhej mos pini alkool, ata do të thonin kur nuk do të braktisim alkoolin. Sikur të thuhej mos bëni zina, ata do të thonin kur nuk do të braktisim zinan. Mirë po Allahu, duke e respektuar rëndësinë e faktorit të gradualitetit, mas pari i edukoi ata duke i mbjellur besimin dhe bindjet e shëndosha në zemrat e tyre, duke u munduar t'i akomodoj ato zemra që të bashkëveprojnë me ato bindje dhe me atë besim, e pastaj kur erdhi koha e përshtatshme që të shpallen dispozitat, bëjeni kët ose braktiseni kët, atëherë njerëzit ishin të përgatitur dhe të gatshëm për ta bërë një gjë të tillë. Edhe rregullat e mirësjelljes i nënshtrohen një parametri edhe një parimi të këtillë. Marrim shembull nxitjen për lëmosh. Rastet e solidaritetit islam dhe të shprehjes së humanizmit me të vërtet janë shumë mbreslënse.
Mirë po Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në asnjë moment nuk ka kërkuar prej njerëzve që të shpenzojnë tër pasurinë e tyre për qëllime bamirëse. Edhe pse kemi rastin e Ebu Bekrit i cili ka pas rast që e ka shpenzu tër pasurinë e tij, e ka mobilizu gjithë atë çka ka pasur dhe poseduar për të mirën e Islamit, megjithatë thirrjet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam për lëmosh, për solidaritet, për humanizëm, për bamirësi, kanë qenë thirrje të përgjithshme, pa caktuar sasi apo shumë e cila duhet të shpenzohet. Madje ai ka promovuar vlera dhe sasi shumë të thjeshta dhe modeste. Ka thonë, bëni mburoj në mes vetës dhe zjarrit, qoftë edhe me një gjysmë kokër hurme. Kjo ka qenë thirrja të cilën kanë arritur të gjithë ta dëgjojnë, kanë pasur mundësi të gjithë ta realizojnë, kanë pasur mundësi të gjithë ta jetësojnë edhe ta aplikojnë në jetën e tyre, ndërsa ata të cilët kanë qenë gjendje të bëjnë më shumë se kjo, s'ka dyshim se do të jenë më të shpërblyer. Islami kërkon që kur dikush sillet keq apo vepron keq ndaj neve, që ai të falet. Një shkallë më e lartë e mirësisë është që jo vetëm ai të falet, por edhe t'i bëjmë mirë. Allahu i madhruar thot: idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Dhe ti të keqen ktheje me më të mirën dhe do të shofish se ai në mes teje dhe të cilit ka pas armiqësi do të kthehet edhe do të bëhet një mik i yti shumë i afërt. Allahu i madhruar këtë gjendje, këtë sjellje kaq të lartë, këtë virtyt kaq të çmueshëm nuk e ka kërkuar për një herë. Etapa e parë është që mundësisht keqbërsin ta falim. Nëse arrim ta bëjmë këtë, do të kemi siguruar një parakusht për të shkuar në shkallën e dytë që është më e lartë, pasi ta kemi falur të mundohemi edhe t'i bëjmë mirë, nga se e mira e kësaj kthehet edhe në këtë botë, duke e shndruar armikun dhe kundërshtarin në dashamir dhe mik të afërt, po arrihet edhe në botën tjetër që njeriu i cili ka hjek dorë për hir të Allahut nga ndonjë e drejtë e vetja në këtë botë, Allahu atë gjithsesi do t'ja kompenzoj në botën tjetër. Një shembull brillant lidhur me këtë e ka dhënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ndodhi lufta e Uhudit. Ishte një betejë që ndodhi në vitin e 3 të Hijretit dhe armiqt e Islamit, politeistët e Mekës, ishin mobilizuar maksimalisht për të hakmar kundrejt muslimanëve, kundër të dërguarit të Allahut, për disfatën që kishin pësuar një vit më parë në Bedër. Me këtë rast u vran disa nga shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Me këtë rast u plagos dhe u lëndua edhe vet ai, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi te. Por mbi të gjitha, kjo situatë e rëndë, kjo gjendje e vështirë, kjo krizë, atë e goditi duke e pas parasysh se në këtë betejë u vra një prej axhallarëve të tij. Ai ishte Hamza i biri i Abdul Muttalibit, një njeri i cili i dha një përkrahje të fortë, i dha një përkrahje të pashoq Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Përndryshe, ata edhe biologjikisht edhe realisht ishin shumë të afërt, nga se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam përveç që e kishte xhaxha, e kishte edhe vëlla të çumshtit, si të vegjël kishin thithur nga e njëjta nan. Vrasja e Hamzait e goditi Muhamedin sallallahu alaihi wasallam shumë rënd, dhe ai u pikllua, dhe piklimin e tij e bëri akoma më të rënd faktin se mushrikët e kishin masakruar Hamzën, Allahu qoftë i kënaqur me te. I goditur nga kjo gjendje e këtill, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam u zotua, madje u betua se do të hakmiret për Hamzën. Do të hakmiret në atë mënyrë që do të masakroj 70 prej mushrikëve të parët cilët do t'i kap. Megjithatë, Allahu i madhruar e edukoi Muhamedin sallallahu alaihi wasallam nëpërmjet Kur'anit. Tham, ai në asnjë moment nuk e ka lënë që të gaboj, nuk e ka lënë që të bëj ndonjë veprim të pamatur, edhe kur ndonjëherë kur ka ardhur në shprehje natyrshmëria, natyra e tij njerëzore, natyra e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, fakti se ka qenë njeri, kur ka ardhur në shprehje kjo, Allahu nuk ka lejuar që tek ai të dominojnë emocionet, posaçërisht ato
cilat po të na udhëhiqnin do e mos do të shkaktonin dëme. Me këtë rast Allahu i shpall Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ajetin i cili qëndron në surën An-Nahl. Fa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bihi wa la in sabartum lahu khairul lis-sabirin. Nëse ndëshkoni, nëse hakmireni, atëherë ndëshkoni vetëm aq sa është e nevojshme. Nëse hakmireni, atëherë merrni hakun vetëm aq sa u është bërë dëmi, por nëse tregoheni të durueshëm dhe tolerant, nëse falni, ndjeni, te i kaloni, atëherë s'ka dyshim se kjo do të jetë më mirë për durimtarët. Në vazhdim, në ajetin vijues, Allahu Azza wa Jall i thot Muhamedit sallallahu alaihi wasallam wasbir wa ma sabruka illa billah, dhe bëhu i durueshëm nga se durimi yt nuk është për askën tjetër përveç se për Allahun. Durimi yt është një sakrificë, është një vetmohim të cilën ti je duke e bërë ekskluzivisht për Allahun, dhe Allahu në mënyrë shumë të veçantë dhe ekskluzive do të shpërblej ty për atë durim të cilin ti e ban. Kjo ishte pengesa që u vu para Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që ai të mos e realizoj zotimin që paraprakisht e kishte dhënë dhe nuk i takonte atij si pejgamber i Zotit që të jepte zotimet këtilla. Mirë, po çfarë ndodhi? Erdhi në shprehje natyrshmëria e tij njerëzore. Në anën tjetër, Allahu ka dashur që kjo të vinë shprehje e pastaj të vijë intervenimi hyjnor, duke e edukuar atë e nëpërmjet tij edhe neve dhe nëpërmjet Kur'anit famlart, i cili është mrekulli e amshueshme, ti edukoj të gjithë brezat se hakmarrja, nëse është e domosdoshme të bëhet, do të bëhet me mas, ndërsa alternativa tjetër, që është falja dhe tejkalimi, ajo është më e mirë edhe më e preferuar. Karakteristikë tjetër dhe e fundit për këtë takim është se të gjitha rregullat dhe detajet e mirësjelljes islame patjetër kanë edhe karakter, po njëkohësisht kanë edhe refleksion social, respektivisht kanë refleksion praktik. Sjelljen e mirë që e bëjmë, qoftë ajo edhe në buzëqeshje e thjeshtë, në fytyrën e vllait musliman kur e takojmë, e për cilën ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, wa tabassumuka fi wajhi akhika sadaqa, dhe një buzëqeshje të cilën e jep ti në fytyrën e vllait tënd, do të thotë kur të ballafaqohesh me te, kur e takon atë, edhe kjo është një lëmosh. Buzëqeshja është një veprim, nëse mund t'i themi veprim, apo është një gest shumë i thjeshtë, të cilin jemi në gjendje ta bëjmë gjatë ditës me dhjetra, me qindra herë. Nuk na kushton asgjë, mirë po megjithatë edhe për këtë njeriu shpërblehet sikur të jap lëmosh. Si të mos shpërblehet? Si mos të llogaritet lëmosh kur e kemi parasysh se ndikimi i buzëqeshjes, respektivisht pamja e fytyrës, e cila është refleksion i disponimit të brendshëm, ka rëndësi shumë të madhe me njeriu me cilin ti po kontakton. Nëse i buzëqesh, ai do ta ndjej veten shumë më rehat, do ta ndjej veten shumë më mirë, shumë më afër. Takimin me ty do ta përjetoj shumë më ngrohtë, dhe kjo është ajo të cilën Islami e kërkon në raportet mes njerëzve. Kjo është refleksioni i mirësjelljes. Në anën tjetër, i kemi refleksionet e veprave tjera. Vjen shprehje këtu mos ekzistimi i vijes ndarje në mes të ibadeteve, adhurimeve, veprimeve të ndryshme, po edhe jetës praktike, jetës që ne e quajmë për ditëshmëri. E kemi marrë shembullin e namazit. Për namazin Allahu i madhruar thot: "Inna s-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar." Namazi pengon prej veprave të këqija, të papranueshme, prej veprave të ndyta, mëkateve e kështu me radhë. Në këtë gjithsesi hyjnë edhe sjelljet e këqija dhe veprimet që mund t'i ketë njeriu në dëm të njeriu tjetër, në dëm të rrethit, në dëm të kafshëve, në dëm të ambientit e kështu me radhë. Megjithatë, Allahu nuk ka lënë hapësirë që njeriu të falet, ta kryejë namazin, qoftë edhe në formën më të përsosur të mundun, e pastaj prapë të bëhet i keq. Nuk ka mundësi të ndodhë një gjë e tillë. Allahu i madhruar kërkon prej atij që falet që të jetë i mirë, që të jetë i sjellshëm, të jetë i pajisur me virtyte, të jetë shembull për të gjithë. Ose në anën tjetër e kemi refleksionin e adhurimit madhor, adhurimit diskret,
adhurimet të agjerimit. Allahu i madhruar lidhur me agjerimin thot: kutiba alejkumus siyamu kema kutiba alel ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Juve u është përshkruar, u është obliguar agjerimi, ashtu si ka qenë i obliguar për ata që kanë qenë para jush, kjo vetëm e vetëm që të bëheni të devotshëm. Dhe kjo devotshmëri s'ka dyshim se nuk vjen shprehje ndryshe përveç se nëse kompletohet me sinqeritet maksimal ndaj Allahut fuqiplot, me formë shumë të mirë, nëpërmjet cilës manifestohet për ulja jon maksimale ndaj Allahut, po gjithashtu kjo devotshmëri vjen shprehje edhe me sjelljet tona më të mira, më të shkëlqyeshme me rrethin. Në një prej pikave që përmendëm më herët, u përmend edhe se edhe drejtësia dhe korrektësia, qoftë edhe me armikun, është pjesë dhe detaj i cili e formon mozaikun e plot të devotshmërisë. Pra, të nderuar vëllezër, edhe të nderuar dhe të respektuar spektator dhe shikues të këtij emisioni, mirësjellja është një pjesë e pandashme e Islamit. Mirësjellja dhe etika islame është njëkohësisht edhe ibadet. Nëpërmjet kësaj ne përveç që dëshirojmë edhe synojmë të bëhemi të mirë me të tjerët, ne synojmë edhe dëshirojmë të arrijmë shpërblimin e Allahut fuqiplot dhe kënaqësinë e tij. Kjo ishte e tëra sa i përket takimit të sotëm. Mbesim me shpresë se Allahu i madhruar do të na jap mundësi, kohë dhe fuqi që të takohemi prapë në emisione të radhës. Deri atëherë ju lejmë në përkujdesjen e Allahut. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.